Tani që në komunën jugore ka pushtetin vetëvendosje, në komunën veriore ka lista srpska. Si do të realizohet bashkëpunimi mes tyre dy komunave, kur qëndrimi i vetëvendosjes është, që më thonë, injorues ndaj listës sërbe. Në fakt, zoti Kurti ka dalë në deklaratë publike duke thënë që tashmë lista sërbe konsiderohet parti, kështu që nuk besoj që ka ndru qëndrimin. Jo, leta qërën... Keni ndruar qëndrimin, zoti Batiri, ndaj listës sërbe? Ju duhet të dini se lista sërbe e cila ka udhëhequr Radu Qiqi, edhe pse ka nën kryetar, ajo ka kryetar. Ajo ka kryetar mbi të gjitha që unë bën në veri. Dhe ka marrë vendime për të gjitha që ka ndodhur në veri. Edhe kryetarët që ka qenë në veri sërb, ai ka rraf. Dhe ata janë friksu prej tina, edhe një los të jetë kryetarët që të zgjidhë legal, që në juraj sukses në punë të marë, të dinë fort mirë se Radu Qiqi nuk e kanë me sunuar ai, sepse çdo sekund që hinë në territorin e Republikës Kosovës, ju do të shenit në dëzë, në burgun, të cilën është një ndër burgjet më të ndërtuar me sigurit të lartë. Me sigurit lartë, edhe i thamë punoni shlirë, me duart lira, por asë njëherë duke e prekur ligjet e Republikës Kosovës. Do të punojnë bazë kushtetutës dhe ligjeve të Republikës Kosovës. Çdo tentim për të shmangur atë, do të përgjigjen para ligje, sikur të gjithë kryetarët tjerë, çfarë do të qofshin ata, apo nga vinë ata, apo cilët nacionaliteti përkasin ata. E qartë me përgjigjen, profesor? E qartë, vetëm se, shiko, kur po respektimin e ligjeve, tash ne kemi pa që këta listat sërbe për i respekton, për shembull edhe simbolet dhe ligjin për simbolet e krejt, po kur po flasim për respektimin e ligjet, janë komunat që udhëheqin nga vetëvendosja që nuk e respektojnë ligjet. Për shembull, cila komunë? Gjilani, për shembull, tjerat komuna, madje edhe komuna kur e ka udhëheqë zotni Batiri, për shembull, e ka shpërfyll ligjin për simbolet. Në zyre ka mbajt flamuj tjerë që nuk e kanë vendin. Flamurin e Amerikës, Shqipnisë, Bashkimit Evropian, e tjerë të cilët ligji, domethënë ekskluzivisht, i ndalon, përveç flamurit të Kosovës dhe të komunës. Kryeministri në detyrë për këta 9 muaj që ju zakonisht keni thënë për studio televizive, sidomos këtu tek ne që po e thënë ligjin për shkak flamurit që e ka në foltor, domethënë në ulsën e kuvendit? Po, dhe ajo është shkelje ligjet, sigurisht që është shkelje ligjet. Batire? Ligjet që është i Kosovës tash. Na po kërkojmë për i sërve me respektu ligjen, në rregull është e krejt, domethënë, por çka do të thonë kjo me shkel vetë ligjin? Do të thonë pse po e shkelni ju ligjin, po i referohet profesori, nëse jam shumë më e direkte kështu. Profesori po ju thot lëvizjes vetëvendosje, pse po e shkelni ligjin me flamurin kombëtar shqiptare, nuk po e vëni pa flamurin... Jo, me flamurin evropian, se na jemi anëtar të Bashkimit Evropian, edhe me flamurin Amerikës. Domethënë, ata flamurin janë të lirë me i përdorur në ambiente, domethënë, publike, po jo në zyra, jo në institucionet të vendit, sepse dihet kur përdoren, ata përdoren vetëm kur ka një vizit zyrtare, kur vjen ambasadori Amerikanë, ambasadori Shqipnisë, një zyrtar tjetër, dhe më thonë, Evropian, ligje e thot në mënyrë taksative. Ligje shkelet në qofë se nuk e vunë flamurin e shtetit të Republikës Kosovës dhe presidentit apo presidentës së Kosovës. Kurse flamuj të tjerë të cilët ne jemi mirë njësë, edhe përkullëm para ndërkombëtarëve që në kanë ndihmuar për shiruar vendin, ne e kemi ato se simbol të paqes dhe dashurisë që kemi për ta. Dhe respektit më të madh që mund ndodhë në herë, sepse pa ta na sot s'ishëm të lirë. Dhe në bazë respektit që kemi,
e kina majt ata flamoj atë dhe nuk qartën asgjë punë, është flamuri shtetëror, është kryetarja shtetit dhe janë flamojt të cilët kanë një pjesë dhe ndajnë një pjesë të përbashkët të shtetit tonë që quhet Kosovë. Dhe nuk e shoh as pak që shkelin ligjin në drejtë. Jo, po ligj shkruhet taksativisht, domethënë nuk është që na po dojmë me ndëru, se domethënë me ndërue, halë që po du me ndëru edhe me dalë midis autostradë me nalë autostradën, nuk është e ndërim. Është Qa peti më tutje për shkak që na intereson edhe programi vetëvendosjes? Se nuk është shkruan në ligj, për shembull aty që në shaj respekti, unë më qita dhe ky flamore tjerë, pa do në shkruan, asë një tjetër. është shumë e qartë. Asnjë tjetër përveç flamurit të Kosovës dhe flamurit të institucionit përkatës. Domethënë, nëse është komunë, flamuri i komunës, nëse është gjykat, flamuri i këshillit gjyqësor, nëse është prokurori, flamuri i këshillit prokurorial, nëse është universitet, flamuri i universitetit, por jo në një flamur tjetër, domethënë në institucionet publike të Kosovës. Me lexuar me qitë ligjin tu, nuk është kjo, qysh unë me thonë që për respektojmë dikan e për thejmë ligjin tonë. Domethënë atër për respektojmë dikan, po për shkelim ligjin tonë, ligjin që kemi bo vetë. Nuk e di çfarë dënimi është parapon për këtë pjesë, por do dalim tek pjesa tjetër, me qenë se na intereson shumë edhe programi i lëvizjes vetëvendosje, unë e kuptoj shumë shqetësimin tuaj. Jo, se tash na po flasim për program. Qysh me besu, për shembull, dikan që ai ka, për shembull, kemi realizu këtë projekt, edhe që, domethënë, natyrisht në bazë të ligjit, në qoftë se nuk e respekton një ligj. Nëse ka ashtu atër, cilat janë ligjet që të rëndësisë e parë, ligjet të rëndësisë e dytë? Në fakt, do donin ta kishim një ekspert fushës për këto që po ngrit në ju, për në një moment tjetër, do të flasim me zotin Batiri sa i përket kësaj çështje. Domethënë respekt ose mos respekt i ligjit. Po besoj që Batiri e dha përgjigjen. E dha vetëm po mendoj përgjigjen, por nuk na tha që po na për respektojmë. Domethënë për respektojmë, na përshkenim ligjin për me respektu dikan. Unë nuk mendoj që është respekt me shkel ligjin për me respektu dikan. Respektin mas pore do të me qenë ndaj shtetit Kosovë, ndaj ligjit që e ke bo vetë. Nëse s'është ligji i mirë, ndryshon. Por derisa është ligj, do të me respektu. Që ki diçka për përfundim të kësaj çështje, apo do dalim në çështje tjera?